Mund të fillojmë atëherë. Bismillah. Si jeni gati, profesor? Bujrën, bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet i takojnë Allahu xhaleshanu, paqja dhe selamet qofshin për më të dashurën e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm në platformën Zoom në kuadër të fondacionit Axis, po ju sjellim ligjëratën e radhës. Fillimisht ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shpresoj që gjej mirë në këtë muaj të bekat të Ramazanit dhe në këto net të fundit të këtij muaji të bekuar. Uroj të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë dhe inshallah Allahu i Madhërisëm të na falë dhe të na mëshiron. Me ne sonte do të kemi hoxhën e nderuar Ferit Piku nga Shqipëria, me të cilin do të diskutojmë, do të folim në temën Ramazani, muaj i zhvillimit të vlerave dhe etikës së lartë. Profesor, mirë se na erdhët në këtë emision të radhës. Ju lutem vetëm mikrofonin. Mundet? Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që kemi në ligjëratën e radhës në kuadër të fondacionit Axis. Ju falenderoj që pranuat të jeni pjesë e këtij cikli të ligjëratave që kemi organizuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Unë ju falenderoj për ftesën dhe nëpërmjet jush përshëndes të gjithë vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë dhe ju vlerësoj edhe për këtë iniciativë që ta shikojmë muajin e Ramazanit si muajin e zhvillimit, qoftë ai në aspektin shpirtëror, në aspektin intelektual, në aspektin fizik, pse jo. Takimi për sot do të jetë në lidhje me zhvillimin e vlerave dhe etikave të larta të njerëzit. Ramazani faktikisht është rasti më i mirë për zhvillim pozitiv. Ju falenderit, shpresoj që temën ta kemi si një bashkëbisedim në disa pika lidhur me këto elemente të cilat ju i përmendët në ligjëratën tuaj. Unë ju bëj me dije që i kemi në dispozicion për afërsisht 45 deri 50 minuta. Shpresoj në pas këtij bashkëbisedimit kemi një hapësirë afër 10 minuta edhe për pyetje, të cilët do të mund t'i parashtrojnë të gjithë ata që na ndjekin përmes platformës online në Zoom. Ju inkurajoj që të bëni pyetje dhe çfarë do që keni për në fund, unë do të mundohem që brenda minutazhës që na lejon kjo platformë t'i parashtrojmë me profesorin e nderuar. Por si fillim, unë do doja një hyrje nga ana juaj në këtë temë. Do më thënë Ramazani si muaj i zhvillimit. Ne kemi titulluar në fondacionin Axis kështu për këtë vit, këtë muaj, cilat pika do të na kishit theksuar më të veçanta në aspekt të vlerave dhe etikës së lartë. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, edhe një herë ju uroj të gjithëve për këto ditë dhe këto net të mëdha që po përjetojmë. Dhe që në fillim të Ramazanit është një prej duave që më ka pëlqyer ta bëj me veten time dhe ta përcjell dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat. O Zot, bëje këtë Ramazan pastrim për trupin ton, lartësim për shpirtin ton, kthjellim për mendjen ton dhe lartësim për vlerat tona. Ramazani është shans, është mundësi hyjnore, është një sezon të cilin e sjell Zoti, i cili e njeh dobësinë e njeriu. Zoti e di që njeriu është një krijesë që bie në rutinë, bie në monotoni, mbytet në detajet, në labirinthet e jetës, mirëpo nga që Zoti ka mëshirë për krijesën e tij, i sjell her pas here mundësi që njeriu të zgjohet, që njeriu të ngrihet dhe të zhvillohet dhe të shkurtojë distancat. Distancat që janë të gjata për të mbritur në kënaqësinë e Zotit dhe në xhenet, njeriu me shpejtësinë me cilën ecën zakonisht ecën me shpejtësi të ulët, për mos me thonë që nga një herë ecën më shumë mrapsh se sa ecën përpara. Atëherë prap ky Zot i cili ka mëshirë për krijesën e tij, është ai që ja sjell këto mundësi. Prandaj Ramazanin mund ta shikojmë dhe si punë e pranverës, e cila ngjall çdo gjë, e cila rizgjon çdo gjë, mund ta shikojmë dhe si puna atyre katapultave që lartësojnë njeriu, është si puna atyre
po themi susave të mëdha, nëse kemi parë ato lodrat e fëmijëve, të cilët arrin në lartësi shumë të mëdha si pasojë e këtyre mekanizmave, jo se fëmia mund të mbërrijë në lartësi të tilla. Edhe unë shikoj Ramazanin si puna e këtyre mekanizmave që me pak mund njeriu mund të lartësohet shumë. Dhe përmenda pak lartësimi dhe zhvillimi që ndodh me njeriu në Ramazan është shumë dimensional. Ajo është lartësim dhe zhvillim fizik, pasi të gjithë e dim që Ramazani është rast shumë i mirë për lartësimin dhe zhvillimin e fizikut të njeriu, të trupit të tij, po ashtu është zhvillim dhe lartësim shpirtëror, dhe këtë pak a shumë të gjithë po e dëshmojmë, por është edhe lartësim dhe zhvillim mendor. Ai është një rast shumë i mirë që njeriu të kthjellohet, njeriu të ndalohet, të reflektojë mbi këtë jetë, mbi mundin e tij, mbi të ardhmen e tij. Edhe thash, tema që do flasim sonte është Ramazani si rast për zhvillimin e vlerave dhe etikave të larta, pasi njeriu, nëse është krijesë e dalluar, dhe ajo është krijesë e dalluar, sipas tekstit kuranor, "Walaqad karramna bani Adam", Allahu thot, ne kemi respektuar, kemi vlerësuar dhe kemi dalluar njeriu. Atëherë do gjejmë që dallimi dhe veçimi i njeriu prej krijesave të tjera është në të gjitha aspektet. Nuk është vetëm në aspektin trupor dhe fizik. Trupi dhe fiziku i njeriu janë të dalluara dhe njeriu ka krijesën më perfekte në krahasim me krijesat të tjera, por njeriu është krijesë e dalluar me shpirtin e tij. Shpirti i njeriu dallon prej shpirtrave të krijesave të tjera, pasi ai është pjesë prej e inspiruar prej Allahu xhaleshanuhu. Mendja e njeriu është e dalluar prej shumë krijesave të tjera dhe si pasojë e kësaj mendjeje, aftësie, kapaciteti, potenciali intelektual që Zoti i dha njeriu po krijesë e dalluar. Dhe kur ta shikojmë atë historinë kur Zoti tregon cila është e veçanta e njeriu dhe se si engjëjt në formë pyetje dhe hezitimi pyetën a do të krijosh në tokë një krijesë e cila do të shkatrojë dhe do të derdhë shumë gjatë. Zoti tha, unë di atë që ju nuk e dini. Pastaj direkt tha, wa allama Adama al-asma'a kullaha. Dhe Zoti ia mësoi Ademit të gjitha emrat, pra të gjitha realitetet, vërtetat, sendet që rrethojnë dobitë e tyre, dëmet e tyre. Pra dhe mendja është ajo që e bëri njeriu të veçantë. Këto pra ne gjithë i besojmë, të gjitha janë të veçanta, por ka dhe diçka që është më e veçantë se të gjitha këto. Njeriu është i veçantë me vlerat e tij. Njeriu është i veçantë me moralet e tij, njeriu është i veçantë me etikat e tij. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm, sepse as trupi i njeriu, as mendja e tij dhe as shpirti i tij s'do kishin vlerë, dhe s'do kishin këtë nivel vlerësimi nëse nuk do të ishin vlerat e brendshme të njeriu, nuk do ishin parimet e tij, nuk do ishte etika e njeriu. Prandaj njeriu, unë mendoj që është krijesë e veçantë mbi të gjitha, për vlerat që ka. Për vlerat që i ka brenda vetes së tij, që i reflekton me njerëzit që i rrethojnë, por i reflekton dhe ndaj krijesave të tjera. Tash në këtë, po themi, këtë proces për të mbajtur nivelin e lartësimit të krijesës njeri, që ne jemi ata njerëz, duhen bërë dy gjëra. Ky proces mund të ndodhi vetëm me dy mekanizma. I pari është që njeriu ta ruaj veten e tij, vlerat e tij nga denigrimi, nga shkatërrimi, nga korrupsioni, sepse vlerat korruptohen, siç korruptohet trupi i njeriu, siç korruptohet mendja e tij, edhe shpirti i njeriu korruptohet, por edhe vlerat e njeriu korruptohen, denigrohen dhe shkatërrohen. Prandaj gjithë betejë është që njeriu ta ruaj këtë pasuri kaq të madhe që i ka dhënë Zoti. E dyta është që ta shëndoshi, ta ushqej, ta mbështes vetë këtë kapital të madh shpirtëror, këtë kapital të madh në vlera që na ka dhënë Zoti. Kjo është betejë, ajo procesi i tezkies, që themi ne pastrimi i shpirtit. Dietarët e kanë shpjeguar pak më thjesht, ka thënë procesi i tezkies është boshatisje dhe është mbushje. Edhe ky proces nuk mbaron asnjëherë. Është ta heqësh të keqen, pra e thon ndryshe, ta ruash këtë pasuri nga korrupsioni i brendshëm, nga gryrja e brendshme, nga dëmtimi i brendshëm, dhe e dyta është ta mbushësh, pra ta ushqesh gjithmonë, sepse ena e shpirtit dhe ena e vlerave nuk mbetet asnjëherë bosh. Ajo gjithmonë do të jetë
e mbushur, po gjithë pyetja është me çfarë është e mbushur. Prandaj në atë enën e vlerave, betejë jonë si njerëz, gjihadi ynë si krijesa, është që ta heqim gjithmonë atë antivlerë e cila ka zënë vend aty dhe ta mbushim gjithmonë me vlerë. Në moment që ne e lejmë këtë proces, duhet ta dimë se ajo mbushet më njëherë vetvetiu, mbushet nga nefsi i njeriu, mbushet nga çytjet e shejtanit mallkuar, mbushet nga ambienti që e rrethon njeriu, mbushet nga natyra e kësaj jete e cila është gjithmonë të tërheq drejt aspektit material. Kjo është betejë, thash në këtë betejë Zotin e kemi alaat, fenë e kemi alaat, profetët i kemi alaat, por shumë e rëndësishme është që ne këta alaat që kemi në krah, është të pranojmë për alaat dhe të bëjmë atë që na kërkohet. Sigurisht, kur më lat përshtypje kur e përmendë si krijesë përsosur mes mbushjes së këtyre vlerave me aspekte pozitive apo negative. Tani sikur del që ky muaj bekuar është si një mundësi e artë për ta mbushur me pozitivitet edhe me gjëra të mira. Do jepni ndonjë koment si mund të shfrytëzohet tani më së miri paktën edhe këto 10 net të fundit në këtë aspekt të mbrojtjes apo të zhvillimit të disa vlerave të cilët ndoshta nuk i kemi patur më parë. Patjetër, ne mund të ndalemi më gjatë në ambientin që krijon muaji Ramazanit, në zhvillimin e vlerave dhe në largimin e antivlerave, por unë kam dëshirë që Ramazanin ta shikojmë si pjesë të një segmenti shumë të gjatë, të një zinxhiri shumë të gjatë, i cili synon shëndoshjen e vlerave të njeriut. Feja dhe besimi, dërgimi i profetëve, një prej qëllimeve kryesore të zbritjes së fesë, të këtij manuali hyjnor, të dërgimit profetëve është pikërisht është mbështetja e vlerave tek njeriu dhe mos lejimi i rënjes së krijesës njerëzore. Njeriu është quajtur në Kur'an ahsen taqwim në surën Tin, apo jo? Ne kemi krijuar njeriu fi ahsen taqwim, thot Allahu xhallahu xhallahu, në formën më perfekte. E thashun forma perfekte është formë trupore, është formë mendore, është formë shpirtërore dhe është ajo bota e madhe e brendshme e vlerave. Të gjitha këto janë krijuar në ahsenit takuim, po direkt mas asaj Allahu xhallahu thot pastaj zbritëm fi asfali safilin. E zbritëm atë në nivelin më të ulët. Si zbret njeriu nga ahsenit takuim në asfali safilin? Është zbret kur ai denigron dhe bie dhe grryhet nga brenda në aspektin e vlerave, sepse trupi i njeriu është ai trup. Pse i themi që kjo krijesë është ahsenit takuim? Dhe kjo krijesë është esfeli safilin, nga pamja jashtme ato janë njësoj, por ato mund të jenë njësoj nga pamja jashtme, por nga bota e tyre e brendshme, nga bota e vlerave ka një disnivel shumë të madh. Kjo ahsenit takuim me vlerat që ka ja kalon nivelit të engjëve, dhe kjo esfeli safilin, edhe pse në pamjet jashtme ty do duket e rregull, nga antivlerat që ka ai ja kalon dhe shejtanit mallkuar. Nëse ndalemi tek muaji i madh i Ramazanit, e përmenda që Ramazani është alati më i mirë për shëndoshjen dhe zhvillimin e vlerave, sepse Ramazani ka disa specifika. Ramazani në radhë të parë pastron ambientin. Gjithmonë në procesin e edukimit sot, për shembull, ata njerëz që ekspertët e edukimit thonë shumë e rëndësishme ambienti, atmosfera e jashtme është shumë e rëndësishme. Njeriu për të bërë mirë, për të ndjerë më mirë, për të fituar vlerat, e ka shumë të vështirë nëse është brenda një shoqërie e cila në çdo moment e ushqen atë me antivlera. Prandaj historia që kemi dëgjuar për personin që pas kishte vrarë 99 persona, donte të pendohej, faktikisht zgjidhja dhe ilaçi vetëm që u dha atij i tha largohu prej kësaj toke, largohu prej këtij vendi sepse aty ka aq forcë tërheqëse negative sa që ti e ke pamundur ta mbushësh veten tënde me vlera. Edhe e dim ato histori që në fund ai arriti të vdesi, si po themi, nga krahu i besim mirëve dhe i punë mirëve, sepse e mori atë iniciativën për të shkputur për këtij ambienti. Ramazani çfarë bën? Ramazani e largon, po themi, ose e pastron ambientin e jashtëm. Prandaj njerëzit në Ramazan, po të shikosh, janë më afër të mirës, janë më afër butësisë dhe mshurisë,
Zoti siç është transmetuar i hap dyert e parajsës dhe hapja e dyrëve të parajsës fizikisht ose në kuptimin figurativ është ideja që njeriu është shumë më afër të mirës, është shumë më afër kënaqësisë së Zotit, është shumë më afër mbritjes atij niveli që quhet ahseni takuim, po ashtu dhe mbyllja e dyrëve të zjarrit xhehenemit. Pastrimi i ambientit është dhe prangosja e shejtanëve të mallkuar, pasi nga pengesat kryesore në udhëtimin e vlerave është djalli i mallkuar. Djalli nuk do të deformoj vetëm fizikun e njeriu, do atë synon ta bëj, por parësisht do të shkatërroj pamjen e tij të brendshme, do të shkatërroj vlerat e njeriu. Prandaj ai gjithmonë nxit njeriu që njeriu të bëj ashtu mëkatësh, ashtu gabimesh saqë ai të jetë i pavlerë. Të jetë i pavlerë edhe në sytë e Zotit, i pavlerë edhe në veten e tij, por edhe përpara shoqërisë. Allahu xhaleshanu e prangos shejtanin e mallkuar, si thuash që ai mos ketë fare ndikim dhe mos ketë forcë që të frenoj vlerat pozitive të njeriu. Ramazani përgatit dhe gjendjen e brendshme shpirtërore. Pra e përmenda pak që e veçanta e Ramazanit është se ambientin e jashtëm është si puna asaj pemës ose bimës fidanit që ti do që të rritet, më po gjithmonë ka barrat ka ato që i ngjiten dhe nuk e lën ato të marrin frymë. Ti ja bën hizmetin, ja bën shërbimin, por to barrat janë aq të fuqishëm saqë ato e mpin, nuk e lën asnjëherë që të marrin frymë ajo bim. Gjëja normale që duhet bëjmë në situata të tilla është që ta pastrojmë ambientin e jashtëm, sepse ti mund të hedhësh sa duash ushqim atij filizi, atij fidani, por ndoshta ushqimin kryesor e marrin ato pikërisht ato barrat rreth e rrotull që nuk e lën fidanin të mbyllë. Prandaj gjëja normale që bën një bujk, njëri që merret me bujqësi, puna e parë që është e pastron ambientin e jashtëm, i largon ato që janë të dëmshme, që ushqimi të shkojë rrënjëve të fidanit. Përmenda pak që Ramazani e bën këtë proces. Dhe vetëm Ramazani e ka një mundësi të tillë, pasi në kushte normale, xheneti ka dyert të mbyllura, xhehenemi ka dyert të hapura, shejtanët janë të lirë, njeriu nuk ka ato ndjesi po shemi shumë pozitive siç e ka në Ramazan. Po nga ana tjetër Ramazani përgatit dhe shpirtërisht njeriu. Dhe përgatitja shpirtërore është shumë e rëndësishme, pasi e shkon njeriu, e bën më të dëshirës për të bërë mirë. Ja baghi el khairi aqbil, o ti që kërkon hajër dhe mirësi afrohu, o ti që kërkon sherr dhe ligësi largohu. Faktikisht kjo thirrje të cilën e bëjnë krijesa e engjëjt e Allahu xhaleshanu e ndjejmë të gjithë. Njemi shumë më afër të mirës dhe mirësisë në Ramazan dhe jemi më larg të ligës dhe të keqes në Ramazan. Ky është elementi i dytë i rëndësishëm, mendoj unë, që e bën Ramazani, pas ajo është përgatitja e ambientit të brendshëm. Ka dhe një element të tretë, është përgatitja e shoqërisë, e cila është më afër të mirës. Për shembull, Ramazani nuk është muaj individual, edhe pse agjerimi është individual. Agjerimi është nga adhurimet që është më intim, më individual. Por atmosfera e përgjithshme e Ramazanit është atmosferë sociale, është gjithë shoqëria merr pjesë në këtë proces. Prandaj këtu e ka dhe të bukurën, sepse nëse ti do psohesh, vetë nga ambienti që të rrethon fillon dhe e merr veten. Ka dembelizmi mas iftarit, sa po të shkosh falësh namazin e teravive, të vjen një farë gjallërie, vitaliteti që po të rije i vetmuar në shtëpinë tënde nuk do të ndodhte. Nëse të kap një farë monotonie nga mesi i Ramazanit, më njëherë vjen 10 net që i fundit. Po ta shikosh që i ka bërë Zoti në atë formë, e ka bërë Ramazani një muaj i cili nuk të le të flesh gjumë në aspektin figurativ, domethënë gjithmonë të mban të gjallë, vital, sepse me të vërtet ai është një muaj teorikisht, por Zoti e ka quajtur eyamen ma'dudat, është ditë të numëruara, të cilat kalojnë shumë shpejt. Unë mendoj që Ramazani i ka përfshirë të gjitha, po themi ato mjetet si të brendshme edhe të jashtme që e mundsojnë njeriu që të jetë shumë më afër zhvillimit të vlerave dhe shumë më larg antivlerave që natyrisht ato janë pjesë e natyrës njerëzore. Më lart përshtypje tek diskutimi lidhur me aspektin social të përgjithshëm. Unë do të bëja një pyetje kështu, këtu tek ne
në Maqedoninë e Veriut apo në Shkup, Tetov, Kostivan, përsa këto qytetet ku ka më shumë dominim të muslimanëve, vërtet varehet ky lloj ndryshimi edhe në aspektin e dukjes shoqërore, do të thënë njerëzit fillojnë të ndryshojnë edhe oraret e punës, fillojnë ta përshtatin kohën që të ndajnë kohë për një iftar së bashku, një qetësi e madhe, gjithë qyteti sigur boshatiset në kohë të iftarit dhe mandej në prag taravis fillon edhe pas taravie një lëvizje edhe më e madhe. Edhe gjithë kjo atmosferë ndoshta a varehet edhe në Shqipëri, apo si është përshtypja juaj lidhur me këtë lloj ndikimi që jep ky muaj në vendin tuaj? Patjetër që atmosfera pozitive në Maqedoninë e Veriut apo në Kosovë, aty ku edhe tradita fetare nuk është shkputur, jam i sigurt edhe kam edhe shijuar vetë që është në nivel më të lartë, por falë Zotit edhe në Shqipëri, sidomos vitet e fundit, vërehet dhe kjo jo thjesht me syrin ton, por edhe me syrin e tjerëve vërehet një gjallëri shumë e madhe gjatë muajit të Ramazanit, e shprehur kjo me, po themi, me rritjen e madhe të numrit të agjeruesve. Po flasim për nivelin e Shqipërisë, për raportet që ka Shqipëria, një rritje e madhe e numrit të agjeruesve dhe pjesa më e madhe atyre ndoshta nuk janë dhe praktikantë fetar. E kupton fare mirë që vetëm gjë që kanë është agjerimi dhe madje ai agjerim është i përhapur dhe në pjesëtarët e besimeve të tjera, domethënë që nuk është se i lidh gjë me Islamin, por aq shumë po përhapet po le ta quajmë si tradit agjerimi, saqë bie në sy. Elementi i dytë që është shumë pozitiv që është pjesëmarrja nëpër xhami, edhe nga viti në vit ka një rritje shumë të madhe, sidomos në nivelin e të rinjve apo moshës që është mosha adoleshente, ka një rritje shumë të madhe, kjo bie në sy në të gjitha xhamit, qofshin ato të qyteteve të mëdha apo në xhaminë më të vogla. Po ashtu është thyer Ramazani në një vërtet fenomen social, e vëren këtë nëpër restorante, e vëren këtë nëpër aktivitete që bëhen gjatë muajit të Ramazanit. Pra, thash, jo me syrin ton, tashmë po me syrin e tjerëve, ai e ka vërtetuar që është evenimenti më i madh, është ngjarja më e madhe që ndodh, dhe kjo për një muaj rresht, jo vetëm për muslimanët, por ai ka ndikim, po ka filluar të ketë ndikim dhe po themi në spektrin e jetës së përgjithshme. E rëndësishme për mua është që ky fenomen social të reflektojë në vlera, të reflektojë jo thjesht në një, po themi, disa tradita, adete që bëhen gjatë muajit Ramazanit, por të reflektojë në vlera, në pozitivitet, në ndikim pozitiv në shoqëri. Kjo është pastaj është sfida që e kemi të gjithë, edhe ata që agjerojnë e kanë dhe hoxhallarët këtë sfidë, që këtë pasuri kaq të madhe që e ka vetë Ramazani ta kthejmë në një vlerë të shtuar për gjithë shoqërinë, që gjithë shoqëria ta kuptojë që me vërtet Ramazani është një muaj i madh dhe me të vërtetë i bën njerëzit shumë më të mirë dhe ne thotë e shikojmë që njerëzit në Ramazan janë shumë më të mirë, janë shumë më bujar, janë shumë më durimtar, po ashtu janë shumë dhe më kontribues. Kjo mendoj që është sfida kryesore dhe shenjat janë pozitive që nga viti në vit ka shenja pozitive dhe inkurajuese në këtë aspekt. Faleminderit për që ndat këto informata me ne. Të rikthehemi tek temat në aspekt të jetës së të dërguarit alayhis salam. Dua të përmend një hadith të njohur. Hadithi është: jam dërguar që të përsos moralet e larta. Do të mund ta ndërlidhni me temën e sotme që kemi? Dërgimi i profetëve, një nga misionet kryesore që kanë profetët është jetëzimi i vlerave, është shëmbëltyra e vlerave. E kjo është arsyeja që Zoti profetët nuk i bëri engjëj, sepse engjëjt janë botë tjetër dhe ato nuk kanë mundësi të jetëzojnë vlerat, të jenë model, sepse është një botë tjetër, kanë specifika të tjera, njerëzit kanë halle të tjera, kanë probleme të tjera, edhe pse njerëzit gjatë historisë njerëzore kanë pyetur pse nuk ishte profeti engjëll, pse do të jetë ky njeri i cili është si puna jonë që han siç ham ne, punon siç punojmë ne. Mirë, po Allahu xhaleshanuhu
ja ka kthyer atyre përgjigjen duke thënë që nëse do t'i bëja engjëjt profet do thoshin që le s'mund t'i ngjajmë këtyre se këto janë engjëj. Prandaj dërgimi i profetëve është një nga misionet e dërgimit profetëve është pikërisht që besimi të jetë i prekshëm, mos jetë besim teorik, mos mbetet qiellor, që vlera të jetë e madhshme, që ta shikosh atë me sy. Kjo është një nga arsyet kryesore, prandaj po të shohim në Kur'anin famlar, kur Allahu xhaleshanu thotë ju ka dhënë Zoti një dhuratë madhe juve, sepse thotë i dërgoi nga mesi juaj një të dërguar. Kjo fjala nga mesi juaj nuk është fjala thjesht ishte prej jush, prej arabëve, por është nga mesi i njerëzve. Ai jeton siç jetojnë njerëzit, ai ka hallë siç keni hallë dhe ju të tjerët. E sfidat e jetës tij janë siç janë sfidat e jetës tuaj, por ai ka disa specifika shumë të rëndësishme, nga mesi juaj është për jush, domethënë që mund të thoni që ne s'mund ta marrim për model atë, sepse ai ishte i biri i Abdullahit, ai ishte ishte i rritur jetim, ishte njëri që kishte punuar në punë të ndryshme, por në të gjitha fazat e jetës ai kishte ruajtur vlerat, ishte njeriu i vlerave, prandaj u quhet dhe Elemin, besniku, ishte më i miri i atyre njerëzve. E dyta, Zoti thotë që misioni i këtij profeti është që ai do të lexojë atyre shenjat e Zotit. Pra profeti i lexon atyre argumentat e Zotit dhe leximi është shumë i rëndësishëm. Njerëzit kanë nevojë që her pas here të kujtosh atyre, edhe në aspektin e vlerave. Tu flasish për profetët e kaluar, për popujt e kaluar, pse historitë e profetëve dhe të popujve kaluar janë një pjesë shumë e madhe e Kuranit famlar. Në këto histori do të gjejmë që popujt janë shkatruar kur janë shkatruar vlerat e tyre, jo thjesht kur kanë bërë gjunahe, se gjunahu është pjesa e natyrës njerëzore, por kur e kanë tepruar në gjunahe, kur kanë bërë shumë zullum, shumë padrejësi dhe kur kanë shkatruar sistemin e tyre të vlerave, atëherë ju ka ardhur atyre dënimi i Allahu xhaleshanu. Dhe Zoti i ka ruajtur ato popull të cilat e kanë ruajtur sistemin e vlerave të tyre. Prandaj leximi i këtyre historive është shumë i rëndësishëm, sepse të lidhet ti dhe edhe me të kaluarën. Misioni i këtij profeti thotë u yuzekihim, i pastron ata. Pra, ky profet jo thjesht teorikisht, por i mëson këta njerëz, cila është vlera, cila është antivlera, nëse bëjnë gabime, si mund të pendohen, nëse e prishin diku, si mund ta ndreqin atë. Edhe ky procesi i tezkijes, që ne e quajmë, procesi i pastrimit, nuk është proces teorik. Ky ka nevojë gjithmonë për një model, ka nevojë për një shembull, ka nevojë për një referencë ku të kthehet njeriu. Prandaj profetët janë një mirësi shumë e madhe për gjithë bashkësinë njerëzore, jo vetëm për besimtarët. Dhe mirësia më e madhe e profetëve është se ata konkretizojnë vlerën, e bëjnë atë të prekshme. Nuk e lënë atë imagjinare, nuk e lënë atë qiellore, por e zbresin me këmbë në tokë. Kur është pyetur Aisha për profetin Muhammed alayhis salam, cili ishte morali i tij, tha ishte morali i tij ishte Kurani, prandaj nëse doni të kuptoni se si ishte Kurani që ecte në tokë, shihni profetin Muhammed. Pra, kjo është një fjalë e madhe që nuk kupton që ajetet kuranore, nëse do t'i shikosh të ecin në tokë, do të gjesh tek jeta e profetit Muhammed alayhis salam. Ky profet i cili personifikon sistemin e madh të vlerave është aq modest, aq i thjesht saqë thot këtë fjalë: unë jam dërguar për t'i plotësuar moralet e larta. Dhe është e mira të ndalemi në këtë hadith, sepse ky hadith personifikon totalisht qëllimin e dërgimit profetit alayhis salam. Përdorimi i fjalës për t'i plotësuar tregon që profeti alayhis salam e pranon që në këtë botë ka patur vlera përpara se ai të vijë. Vëllezërit e tij që i kanë paraprit, vëllezërit e tij profet kanë mbjell vlera, kanë kultivuar vlera në shoqëritë njerëzore dhe gjithë shoqëria njerëzore i mbart vlerat. Pra nuk thotë që unë erdha për të sjell moralet e mira. Nuk erdha për të thënë që bota është e gjitha e keqe, e shkatruar, e prishur dhe unë jam ai që do të nis punën nga fillimi. Vetë kjo modestia që tregon profeti Muhammed alayhis salam tregon që e mira ekziston. Ato e kanë mbjell Zoti në zemrën e njerëzve, por e kanë kultivuar dhe vëllezërit e mi profet përpara. Mundet që ky sistem të jetë dëmtuar me kalimin e kohës. Gjithmonë dëmtohet sistemi i vlerave,
por thot unë erdha për t'i plotësuar. Pra e para gjë që nxjerrim për këtë hadithi është thjeshtësia dhe modestia e madhe dhe pranimi i kontributit të vëllezërve të tij paraardhës. E dyta, profeti alayhis salam e vlerëson vlerën edhe sikur të vijë nga të tjerët. Vlera mund të vijë nga jo besimtarët, vlera mund të vijë nga shoqëritë të devijuara. Vlera, ajo që është vlerë, që është plus, do ta pranosh. Ajo që është antivlerë, do ta quash antivlerë dhe sikur të jetë tek vetja jote, dhe sikur të jetë tek bashkësia jote. Kjo është qasja ndaj vlerave, nuk është se ajo që është prej meje është gjithmonë pozitive, ajo që është tek armiku im është gjithmonë negative. Kjo nuk është e vërtetë, kjo nuk është e drejtë. Kjo është qasje jo objektive ndaj vlerave. Kurse në fjalën li utemmime, për të plotësuar ka edhe një element tjetër, për të plotësuar vlerat edhe në aspektin sasior, edhe në aspektin cilësor, që nuk kupton sistemi që solli profeti Muhammed alayhis salam. Islami është gjithëpërfshirës në konceptin e vlerave. Nuk e le ato thjesht në vlerat fetare, por edhe gjëja më e vogël, çfarë thot? Heqja një mbeturine për rrugë është vlerë shumë e madhe. Buzëqeshja është një vlerë shumë e madhe. Më nuk patë mundësi të ndihmosh një jetim, përkthjelja e kokës së tij është një vlerë shumë e madhe. Nëse s'ke mundësi ti bësh dikujt mirë, të paktën kurseja atij të keqen, dhe kjo është një vlerë shumë e madhe. Vlera brenda adhurimit dhe jashtë adhurimit. Kjo është një koncept, një sistem shumë gjithëpërfshirës që e ka sjell Islami. Prandaj ajo fjala për t'i plotësuar vlerat është një gjithëpërfshirje totale e sistemit të vlerave. Dhe faktikisht profeti Muhammed alayhis salam e jetoi jetën e tij si brenda adhurimit ritual, që gjithë jeta e tij ka qenë adhurim, por edhe jashtë jetës, pra jashtë adhurimit ritual, e jetoi jetën e tij me vlera dhe i ftoi pasuesit e tij që çdo gjë ta shikojnë si vlerë. Edhe adhurimin e tyre ta shikojnë si vlerë, edhe komunikimin me familjen ta shikojnë si vlerë, dhe mikpritjen e myshafirit ta shikojnë si vlerë, dhe largimin e mbeturinave ta shikojnë si vlerë, po edhe pastërtinë e trupit, parfumin, heqjen e papastërtisë nga trupi, dhe ato ta shikojnë si vlerë. Gjitha detajet e jetës, profeti alayhis salam u mundua t'i fusë në atë sistemin e vlerave, të cilat, do të thënë, preken dhe jetohen në jetën e përditshme dhe nuk janë thjesht vlera imagjinare. Në këtë koncept, a mund ta konsiderojmë agjërimin një shkollë të disiplinës të vetëpërmirësimit? Agjerimi, përmend pak që Ramazani është një sezon shumë intensiv për zhvillimin e vlerave. Thash unë, ka shumë faktor pozitiv që vetëm Ramazan bashkohen, jashtë Ramazanit ato shpërndahen, nuk janë kaq bashkuar me njëri tjetrin, por specifika e Ramazanit, siç dihet, është agjerimi, dhe agjerimi është një shkollë ku mes të tjerave ai një shkollë e cila kultivon shumë vlera. Dhe po themi kultivon me themel vlerat. Një nga mekanizmat që ndihmon shumë në zhvillimin e vlerave është çështja e vetkontrollit. Njerëzit kur e prishin vetë me veten e tyre. Edhe kur e rregullojnë, duhet ta rregullojnë prapë ata me veten e tyre. Edhe sistemi i vlerave dhe antivlerave buron nga njeriu. Faktorët e jashtëm thjesht janë, po themi, shërbejnë pozitivisht apo negativisht, por faktikisht çdo gjë është brenda njeriut. Prandaj kemi thënë që xhihadi me nefsin është xhihadi më i madh. Dhe atë xhihad, të përpjekje, të luftë duhet ta bëjë secili me veten e tij. Feja, hoxhallarët, librat, historitë thjesht na ndihmojnë, por nuk e marrin përsipër, askush nuk merr përsipër të bëjë këtë proces në emrin tënd, për veten tënde. Çdo kush do ta bëjë. Edhe profeti alayhis salam e bënte për veten e tij dhe mundohej të ndihmonte edhe njerëzit tjerë. Agjerimi të mundson mekanizmin e vetkontrollit. Në gjuhën fetare quhet el-muraqabe. Do të thënë të ndjesh prezencën e Zotit dhe të kesh kontroll mbi veten tënde. Prandaj më shumë se sa asnjëherë tjetër në Ramazan agjëruesi frenon dhe kontrollon veten e tij. Që quhet saumu amane, agjerimi është amanet. Amanet në aspektin sepse forcon shumë konceptin e amanetit. Amaneti është diçka që është lënë dhe ti nuk duhet ta tradhtosh, nuk duhet ta shkelësh. Prandaj është qesharake dhe komike të mendosh një agjërues i cili ruhet apo mundohet të shfaqet
përpara njerëzve të tjerë që është agjërueshëm, por e ka tradhtuar këtë amanet me veten e tij dhe përpara Zotit të tij. Me të vërtetë është qesharak. Edhe fëmia që është fëmijë, dhe ai mundohet të mos e bëjë një veprim të tillë. Faktikisht, ky lloj vet kontrolli e ndihmon njeriu shumë, siç e ruhet ushqimit, siç e ruhet pijes së tij, ruhet rutinës përditshme, që ai ti ruhet të keqes që është brenda vetes së tij. Ta ushqej, ta bëj të xhihadin me vlerat e tij, vlerat e brendshme. Agjerimi ja mundson njeriu të diçka të tillë. Prandaj agjerimi është amanet, duhet kuptuar me vërtet si mundësi shumë e madhe që rrit tek njeriu ndjesinë e amanetit. Dhe amanet nuk është vetëm buka dhe ujë, por puna që të është besuar ty është amanet. Fjala që të është besuar ty është amanet. Nderi i tjetrit është amanet për ty. Sekreti i tjetrit është amanet për ty. Gjitha këto faktikisht po të shikojmë, gjitha kontribuojnë pozitivisht në rritjen e vlerave, sepse sot çfarë po shkatron shoqërinë? Përgojimi, nxjerrja e sekreteve, publikimi i këqijave të njerëzve të tjerë, shkelja e amanetit, përgjegjësisë që është dhënë. Kur bëhet kiameti i dërguar i Zotit tha, kur dorëzohet amaneti në dorë atyre që nuk e ruajnë atë. Atëherë, agjerimi ndikon shumë në konceptin e vet kontrollit ndaj vetës. Prandaj është shumë pozitiv dhe në rritjen dhe zhvillimin e vlerave. Agjerimi ka edhe një, ose Ramazani mund të themi në përgjithësi, ka një, sepse ai e bën njeriu më bujar. Dhe bujaria, mirësia në vetvete mbulojnë shumë kusure. Të gjithë kemi kusure, kemi mangësi. Mirë po, është vlerë kaq e madhe kjo bujaria dhe mirësia, saqë ajo mbulon shumë të meta brenda natyrës njerëzore. Prandaj është transmetuar që një tregtar i thoshte, po themi atyre punëtorëve të tij, shkoni dhe mlidhni borxhet që mi kanë njerëzit mua, por po e pa që ai njeri që po i kërkoni borxhin futet shumë ngushtë, shihni se është në hall, falni atij, se ndoshta na i fal dhe ne Zoti kusuret tona. Dhe Zoti i gjithësisë thonë që këtij njeriu na i kishte kusuret e veta, ja fali, ti tha ja fale krijesave të mia, unë tha mos ta fali ty. Kjo është për të treguar që bujaria që ndodh në Ramazan, ajo gjëmertliku, ajo dordhënia, ajo fisnikria që secili do ta ketë. Edhe mu më dhimbset kur njerëzit thonë le të shtroj shtare filani sa ai ka mundësi, le të japi ai sa ai ka mundësi. Kjo është i kthesht kurrizin të mirës dhe bujarisë. Bujaria dhe fisnikria janë në zemër, nuk janë në shifra, nuk janë se çfarë keti mundësi, ma ato që të ka dhënë Zoti. Prandaj thuhet, ndaj edhe ato hurmën arabe në dy pjesë. Dhe gjysma asaj mund të bëhet shkak që të truaj ty për zjarrit të xhenemit. Dhe një gotë ujë tha profeti alayhis salam. Dhe ajo tha është sebeb që ti të marrësh shpërblimin agjëruese. Faktikisht profeti alayhis salam deshte që gjithë muslimanët të jenë bujar, të jenë fisnik, ta ndjen veten jo fukara, jo kështu gjatë muajit të Ramazanit. Unë shikoj këtë vlerë shumë të madhe, sepse unë mendoj që mirësia dhe bujaria mbulojnë shumë të meta të njeriu. Edhe këtë e ka Ramazani, e ka në nivel shumë të lartë. Madje Ramazani bën diçka tjetër të mirë, nuk e lën në nivel individi. Po të shikosh, individët janë më të mirë në Ramazan, familjet janë më të mira, dhe bashkësia është më e mirë, dhe vlerat nuk marrin dot të jetë thjesht brenda individëve. Vlerat kanë nevojë për ambient më të gjerë, kanë nevojë që të kalojnë nga individi në familje, sepse mund të kemi individ të mirë dhe duhet kemi patjetër individ të mirë, por nëse individët nuk arrijnë që këto vlera të përcjellin familje, do të jetojmë shumë individualist, do të jetojmë sikur jemi në një botë komplet tjetër, si më thënë. Do të jemi të huaj brenda familjeve tona. Por edhe familjet e mira që kanë vlera, nëse nuk e integrojnë vlerën e tyre në shoqëri, edhe ato do të jetojnë si puna e ishujve. Do të jetojnë si ishuj që lidhen me njëra tjetrën, por janë totalisht huaj në një oqean. Shoqëria është një oqean i madh. Dhe nëse ne nuk do të synojmë që vlerat tona ti reflektojmë shoqëri, do të jetojmë të huaj brenda kësaj shoqërie. Prandaj Ramazani thash është një sezon i cili e shkon gjithë shoqërinë. Muslimane, madje edhe ata që janë jo musliman. Kjo i jep mundësinë Ramazanit që ta zhvillojë shumë sistemin e vlerave. Në këtë vi, profesor, si ndikon edhe
adhurimi i shtuar në muajin e bekuar të Ramazanit. Kemi namazet e teravive, kemi namazet e natës. Pas jemi edhe në këto 10 net që të fundit. Patjetër që siç është transmetuar në Ramazan një namaz nafile apo fakultativ ka vlerë sikur të falë njeriu një farz dhe një farz ka vlerë sikur të falë 70 farze. Faktikisht unë to i shoh si motivime që njeriu të marrë maksimumin e mirësive të muajit, por mbi gjitha po të shikojmë namazin e teravive, namazin e natës, apo atë vlerë atyre iftareve në grup, namazeve në grup në përgjithësi, unë shikoj që është si puna e saj që vlerat kalojnë nga njëri tek tjetri, sepse kanë shumë rëndësi vlerat që thash mos mbyllen brenda individëve. Por jemi si puna atyre enëve në kimi janë të quajtur enë që komunikojnë me njëra tjetrën. Mundet që një enë është më trash, më e madhe, tjetra është më e hollë, por kur kanë komunikim me njëra tjetrën, po të shikosh niveli i lëngut, pastaj shkon njësoj tek të gjitha. Edhe puna e vlerave është në këtë formë. Kur ne kemi komunikim me njëri tjetrin, edhe këto namaze faktikisht synojnë komunikimin e natyrshëm, pozitiv, hapjen e zemrave, selamin e ngrohtë me njëri tjetrin, me pyet për hallin e tjetrit, të lutesh për tjetrin, unë i shikoj si mekanizma shumë të fuqishëm që vlerat përcillet nga njëri tek tjetri. Dhe kur përcillet nga njëri tek tjetri, ajo shpërndahet. Sa më shumë të shpërndahet vlera, aq më shumë forcë do të ketë ajo. I shikoj pra si raste shumë të mira edhe në aspektin e rritjes së sevapit, siç e quajmë ne, por i shikoj shumë raste shumë të mira edhe në zhvillimin e vlerave brenda shoqërisë, brenda bashkësisë. Dhe pastaj mbetet sfida e këtyre xhamateve të teravive, të namazit natës, që këto vlera ti reflektojnë dhe tek tjerët. Vlerat nuk janë vetëm pasuria jona. Vlerat janë pasuria e gjithë njerëzisë. Dhe ne kemi për borxh të mirën, që i besojmë që është e mirë, ta reflektojmë tek tjerët. Ato që besojmë që është e keqe për ne, është e keqe edhe për tjerët. Kjo është, mendoj unë, ajo që duhet të synojmë. Islami nuk është vetëm për muslimanët, vlera nuk është vetëm për muslimanët, mirësia nuk është vetëm për muslimanët, është e gjithëve. Prandaj tha profeti alayhis salam, jam dërguar për t'i plotësuar moralet të larta, për t'i çuar në nivelet më të larta dhe për t'i përhapur në gjithë jetën, në gjitha shoqëritë njerëzore. Duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht këto net, edhe në kërkimin e, po themi, mirësive individuale, por edhe në kërkimin e mirësive në nivel bashkësie. Prandaj lutjet më të mira që bëhen në këtë muaj nuk janë lutjet vetëm për veten tonë. Janë lutjet që bëhen për familjet tona, për shoqërinë tonë, për njerëzit që kanë nevojë, halle, probleme që në këto momente me të vërtet përveç se ndihmës së Zotit asnjë gjë tjetër. Pra kjo është puna e vlerave, është që ti beson vlerën që është e mirë për të gjithë njerëzit dhe beson që antivlera është e keqe për të gjithë njerëzit, prandaj gjithmonë do të kontribosh për ta mbështetur vlerën e mirë dhe gjithmonë do të luftosh, do të qëndrosh, do të mundohesh ta pengosh atë që është antivlerë si për veten tënde, si për komshin tënd, si për ata që ndoshta nuk janë fare me besimin tënd. Të faleminderit. Tani jemi afruar edhe nga fundi i emisionit. Një pyetje kështu me aspekt të pas përfundimit të muajit Ramazanit. Më cilat janë këto sfidat më të mëdha që do ballafaqohemi për t'i ruajtur këto vlera pasi të përfundoj muaji i bekuar Ramazanit? Unë them që studenti i mirë duket pasi ka marrë diplomën e tij. Është shumë bukur që studenti të marrë një diplomë, të student i ekselencës, patjetër që është krenarie dhe është gëzim shumë i madh, por në përgjithësi studentët e mirë duken pasi kanë marrë diplomat e tyre. Po edhe një profesionist i mirë duket pasi ka marrë dhe ai licencën e tij, licencën që ka mbaruar një shkollë. E njëjta gjë vlen edhe në aspektin e besimit. Një haxhi i mirë duket pasi ka kryer haxhin, sepse në haxh është atmosfera që gjithë mundohen të ruajnë ritualin, mos e prishin atë. Një namazli i mirë duket pasi ka kryer namazin e tij, pasi ka dalë nga ambientet e xhamisë, do ta shikosh ky njeri ka kuptuar çdo të thotë falesh namaz, çdo të thotë ti je në ibadet edhe brenda xhamisë,
edhe jashtë xhamisë, e çdo të thotë të ruash amanetin e namazit, siç e ruan shikimin tënd apo mundohesh duar të kesh në vend caktuar, këmbën në vend caktuar, ato ti ruash dhe rregullat dhe hapat tuaj të jetës kur dalish për namaz. Dhe Ramazanliu i mirë mendoj që ai duket më së miri mbasi mbaron muaji i Ramazanit. Pasi Ramazani ka vetë atmosferën që të shtyn përpara, shumë pozitiv. Thash nuk të le të zej gjumi. Dërsa sfida reale fillon mbas muajit Ramazanit, sepse mbas muajit Ramazanit e përmenda pak që dyert e xhenetit nuk qëndrojnë më të hapura, dyert e xhenemit hapen, shejtanët e mallkuar dhe djajt, po themi agresiv, ata janë të lirë, vazhdojnë punën e tyre, vazhdojnë procesin me zemrim, pasi kanë qenë të lidhur për një muaj dhe mundohen të rikuperojnë, të kompensojnë, po themi atë mangësinë që ju ndodhi brenda një muaji. Dhe jeta natyrshëm na kthen ato përditshmëri. Kjo është sfida reale, por ne dalim prej Ramazanit me një pasuri të jashtëzakonshme shpirtërore, me disa vlera shumë të mëdha që na ka mësuar ky muaj. Pra thashon koncepti i amanetit, koncepti i devotshmërisë, koncepti i bujarisë, koncepti i ndjeshmërisë ndaj të tjerëve. Do janë vlera që në kushte normale do ta kishim shumë vështirë për t'i përjetonim. Prandaj unë nuk e imagjinoj dot se si do të ishte jeta jonë po mos ishte namazi xumas. Edhe pyet dikoj i cili shkputet për disa xhuma rresh, si ndjen ai veten e tij? Jo thjesht fetarisht, po themi edhe në aspektin psikologjik. Si do të ishte jeta jonë nëse s'do të kishte Ramazan, s'do të ishte obligim agjerimi i Ramazanit, s'do të ishte ky namazi i teravive, ky leximi i Kuranit, to duat dhe lutjet e natës, to iftaret e përbashkëta, si do të ishte jeta jonë në aspektin fetar, në aspektin social, në aspektin shpirtëror. Kjo është pasuri e jashtëzakonshme dhe këtë thash e jep e dhuron Allahu xhalla shanuhu, sepse ai është i mëshirshëm, ai është bujar, ai e njeh dobësinë e njeriu dhe do që ta lartësojë njeriu në vlerat e tij. Sfida mbetet pastaj jashtë muajit Ramazanit, është një sfidë që jemi detyruar ta bëjmë të gjithë, por kemi dalë në këtë sfidë tashmë i kemi disa investime, kemi disa kapital, nuk kemi me xhepa bosh, po themi. Aftësia është që këto që kemi fituar mos i shpërdorojmë shpejt, mos i prishim shpejt, përkundrazi të bëjmë atë që quhet investim. Dhe investim do të thotë mos bësh shpërdorim, po mos e lësh të vdes kapitali. Kapitalin ta fusësh në investim që ai të zhvillohet. Dhe vlera, mendoj që kjo është vlera. Vlera është që ti ta fusësh në investim vlerën tënde, ta tregosh, ta reflektosh atë, kështu vlerat nuk do të vdesin. Edhe sevapet e Ramazanit kështu do të vdesin, por edhe këto mirësi kaq të mëdha që fituam Ramazan nuk do të vdesim. Mund them e mbajmë Ramazanin për një muaj, por a e mbajmë dot për 11 muaj të tjerë? Vlerat e tij i mbajmë dot për 11 muaj të tjerë? Kjo është sfida e të gjithëve. Të faleminderit edhe për këtë qasje. Shumë faleminderit. Tani ne jemi në fund të emisionit, e kemi edhe disa minuta të cilat unë do të bëj me dije se disa pyetje i inkuadrova gjatë të bashkëbisedimit ton. Po unë të doja për fund një mesazh për brezin e ri ton. Në aspekt të kuptimit edhe të zbatimit të këtyre vlerave që folëm. Një mesazh tuaj përfundimtar që do ta jepje për të rit tan në këtë muaj të bekuar. Unë kam përshtypjen që të gjithë ne si shoqëri po jetojmë ndryshime shumë të mëdha sociale dhe këto ndryshime më shumë po i përjetojnë brezi i ri, sepse janë ndryshime drastike edhe që ndodhin shumë shpejt dhe po themi sfida kryesore bie mbi brezin e ri, i cili akoma nuk ka krijuar, po themi atë traditën, nuk di nga një herë dhe nga t'ja mbaj, por nga ana tjetër unë them që brezi i ri është një brez i pastër, është shumë i sinqert dhe ai tregon sinqeritetin e tij, pastërtinë e tij. Prandaj dua ta shikoj gjithmonë pozitivisht këtë brez dhe unë mendoj se ai ka shumë vlera, ka shumë pozitivitet, por thjesht ai ka nevojë për të kuptuar sistemin e vlerave, për të kuptuar besimin, mos e pat atë thjesht në nivel rituali, thjesht në nivel tradite. Shumë e rëndësishme ta kuptosh gjën
Dhe këtu është sfida e brezit të ri, prandaj i nxis dhe i ftoj që të lexojnë më shumë dhe të mundohen që ato që kanë kuptuar të mundohen ta reflektojnë, ta jetojnë në jetë, dhe i ftoj gjithashtu që të mundohen të jenë afër njerëzve, modeleve të mira. Gjithmonë të gjithë ne kemi nevojë për modele të mira, siç kemi nevojë për modelin e profetit Muhammed alayhis salam, por sot ndoshta modelet e mira janë pak më të rralla, në treg nuk i gjen me shumicë, janë shumë me pakicë, por ai që kërkon, po themi, atë mallin e mirë, gjithmonë e kërkon tregun, dhe thot kjo është ajo që unë kërkoj, i bie për detyrë brezit të ri që të kërkojnë pak, të gjenë modelet e mira, të cilat janë modele të prekshme, motivuese, inkurajuese, që ftojnë për mirë, sepse modelet e këqija janë si puna e shkumës, dalin shumë shpejt sipër, kurse ato të mirat bien përgjithësi bien poshtë dhe duhen kërkuar. Unë kam shpresë që brezi i ri, sepse besoj që kanë pastërti dhe kanë çeltërsi në shpirtin dhe zemrën e tyre, thjesht kanë nevojë që të gjejnë thash modelin e mirë, dhe e dyta është të lexojnë dhe të kuptojnë më shumë që këtë pasuri botë shpirtërore që kanë ta ushqejnë dhe me nivel intelektual dhe me nivelin e kuptimit të fesë. Ne sot me vërtet kemi musliman shumë të pastër dhe sinqert, por në pjesën më të madhe ndoshta nuk e kuptojnë edhe ato që bëjnë, nuk e kuptojnë dhe adhurimin e tyre dhe ritualin e tyre. Kemi shumë nevojë ta kuptojmë edhe ta përjetojmë këtë që bëjmë parsisht ne dhe ta reflektojmë pastaj tek të tjerët. Faleminderit shumë për këtë mesazh dhe për këtë ligjërat që e ndajtët me ne. Faleminderit që ishi pjesë mysafir të fondacionit Aksis në këtë cikle të ligjëratave që organizon për muajin e bekuar të Ramazanit. Ishte kënaqësi që kemi së bashku në këto minuta. Dëshiroj që të kaloni çaste të këndshme edhe atmosferë edhe më të begat të Ramazanit në këto net të cilët kanë ngelur. Ju falenderoj shumë, falenderoj gjithë ata të cilët ishin me ne së bashku në këtë emision të radhës. Shpresoj t'ju kemi edhe në aktivitetet e tjera. Shumë faleminderit edhe juve dhe ata që na kanë ndjekur, dhe shpresoj që ky muaj, siç është muaj mirësive, është muaj faljes, të jetë muaj i vlerave në nivel individi, në nivel të familjeve tona dhe të bashkësive tona, sepse popujt historikisht kanë mbijetuar kur kanë mbijetuar vlerat e tyre, janë shkatruar kur janë shkatruar sistemet e vlerave të tyre, dhe kjo është sfida e gjithë njerëzimit, por mendoj që parsisht është sfida e muslimanëve. Ata kanë një fe të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, kanë një fe e cila të zhvillon dhe të gjithmonë të çon përpara, por është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë sistemin e vlerave që kemi brenda kësaj feje, ta jetojmë ne në radhë para të, pastaj t'ua servirim dhe njerëzve të tjerë, sepse kemi shumë çfarë u servirim për mirë të tjerëve. Shumë faleminderit të gjithëve atyre që na kanë dëgjuar. Faleminderit edhe një herë. Deri në ligjëratat e ardhshme, mbetëshi me shëndet edhe mos na harroni në dua. Për fund, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh.